Midis Shtetit Bashkuara dhe Ukrainës, kjo është normale, pra po e bën qartë që në këtë bisedime me Rusinë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra derisa kanë hyrë në bisedime, pra janë ata që janë garanti i qëndrimit të këtyre bisedimeve, dhe garancia nuk do të thotë që patjetër të bien trupa në terren. Pra duhet të kuptojmë këtë garanci, pra garancia strategjike dhe garancia konvencionale. Shtetet Bashkuara të Amerikës po japin garanci strategjike, dhe garancia strategjike e mbulon garancinë konvencionale. Kurse Ukraina dhe gjithë Evropa, garancia strategjike do të thotë që unë s'kam nevojë të çoj trupa, sepse unë derisa ulem në tavolinë me agresorin, atë që ti e konsideron si agresor, që deri më sot e kemi konsideruar si agresor dhe biem dakord, atëherë derisa merremi vesh në 19, të vegjëlit duhet të dëgjojnë. Nuk ka nevojë. Pra dhe s'ka nevojë që unë të bie trupa aty për të ruajtur, sepse në fundit po e theu fjalën, nuk e ka thyer me ty, e ka thyer me mua, dhe po e ka thyer me mua, atëherë automatikisht është në konflikt me mua, s'është më në konflikt me ty. Pra ai ka hyrë në një konflikt shumë më të madh se sa është aktualisht. Pra kjo është koncepti i mbrojtjes strategjike që po jep. Por këta nuk po e kuptojnë mbrojtjen strategjike dhe kuptojnë vetëm te mbrojtja konvencionale, sepse aq e kanë limitin, pra duan të shohin ushtarën në terren. Këtu është gjithë problemi, pra eliminojmë këtë dhe kalojmë në këtë, pra po flitet në një nivel më të lartë. Pra amerikanët po flasin në një nivel më lart dhe në këtë nivel, në rast se ti nuk pranon të vish deri aty ku them unë, automatikisht unë do të përdor të gjithë mundësitë mia për detyruar ty që të pranosh atë çfarë unë mendoj dhe atë çfarë unë propozoj. Dhe nuk është vetëm ndalimi i parë. Atëherë, nuk është presioni i parë, ndalimi i kësaj ndime. Presioni ka filluar para 2 javësh. Para 2 javësh Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ndaluar mbulimin strategjik që i jepnin Ukrainës dhe zbulimin strategjik. Pra Ukraina që ka 2 javë, diçka që nuk merr asnjë të dhënë mbi lëvizjen e forcave ruse brenda territorit rus. Dhe këtë e merrte nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për shkak të satelitëve amerikanë, sepse vetëm Amerika ka zbulimin strategjik në NATO. Dhe amerikanët e kanë ndaluar këto të dhëna. Dhe automatikisht ata nuk dinë se ku si çfarë lëvizin forcat ruse brenda territorit. S'ka asnjë informacion. Pra ka filluar që më përpara ndalimi. Tashmë ai ndaloi edhe këtë që ka miratuar Kongresi që mos të lëvrohet, se kaq ka kapacitet presidenti, pra nuk mund ta anulloj, por e pezullon lëvrimin, pra ka pezulluar lëvrimin. Dhe do vallëzdoi edhe më tutje, nëse e mbani mend, para një jave, Elon Musk kërcënoi që unë do të ndal edhe përdorimin e Starlinkut. Në momentin që ndalet përdorimi i Starlinkut, automatikisht në atë moment trupat ukrainase nuk kanë më kapacitete të lëshojnë drone në territorin e Rusisë, nuk kanë më kapacitete të bëjnë ndërlidhjen e tyre në nivel operacional dhe strategjik të nivelit operacional të forcave të tyre në terren, sepse e bëjnë nëpërmjet Starlinkut, dhe në këtë moment mentori tha 4 muaj, po ndërprejnë këto, nuk arrin as 4 muaj sepse s'ka më asnjë lloj komunikimi, asnjë lloj lëvizje dhe bie më herët. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës, kjo është ato që nuk i ke kartat. Ju thotë pse? Këto janë kartat. Pra ti s'ka asnjë kartë, kartat i kemi neve. Dhe këto karta që ka Shtetet Bashkuara të Amerikës do i lozin një nga një. Janë edhe të tjera, pra, derisa ti të bindesh, në rast se ti nuk bindesh, atëherë kjo është aspekti i inteligjencës strategjike është shumë i rëndësishëm dhe natyrisht nuk është debatuar shumë, por është një prej elementeve më të rëndësishëm që e ka mbajtur Ukraina në luftë. Dhe natyrisht pjesë e saj është edhe Starlinku dhe në mënyrë të veçantë goditjet e Rusisë e Ukrainës me drone brenda hapësirës dhe territorit të Rusisë, të cilat janë të gjitha të mbështetura mbi informacione që gjenerohen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse Ukraina nuk ka asnjë lloj kapaciteti për të gjë, asnjë nga vendet europiane nuk ka asnjë lloj kapaciteti për të gjë. Dhe natyrisht që ky është një element shumë i rëndësishëm në mentor, po janë takuar, domethënë kanë reaguar liderët europian menjëherë dhe regjia duhet i kenë mbulimet menjëherë pas asaj që ndodhi në Shtëpinë e Bardhë. Përmes Melonit janë takuar në Londër liderët e Bashkimit Evropian dhe kanë marrë edhe disa vendime, pamjet janë. Tani, ajo që po ndodh është kjo. Europa po shkon kundër kursit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duhet ta themi këtë, në kuptimin që nëse amerikanët kërkojnë një paqe bazuar në realitetin në terren, Europa kërkon të fitojë atë që quhet paqe, që Rusia të marri edhe një, le të themi, përgjigje për sa i përket akteve që ka bërë. Pra, kërkon në një farë mënyrë të japi një mesazh të qartë Rusisë. Si e vlerëson këtë, le të themi, ndarje aktuale midis Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe dhe Europës bashkë? Një përpjekje me fjalë për të qëndruar në mbështetje e Ukrainës, por pa asnjë lloj kapaciteti konkret dhe real për të qëndruar fjalëve që thuhen. Europa nuk ka fuqinë dhe kapacitetet e nevojshme për të mbërritur ato objektiva që kërkon të mbërri. Pra, Europa është ende në vijim të politikës së vjetër të presidentit Biden.
ta shtym luftën me sa mundemi, por pa patur asnjë rrugdalje të artikuluar në mënyrë konkrete nga kjo luftë. Dhe amerikanët u kanë bërë të qartë, na thoni cila është rrugdalja nga kjo luftë. Nëse ju keni një rrugë përfitoren e kësaj lufte, na thoni cila është dhe ne po ju ndjekim. Por në moment që ju nuk keni një rrugë për të shkuar drejt fitores dhe nga ana tjetër nuk uleni në tryezën e bisedimeve për gjetur paqen, atëherë ne do duhet të marrim vendime dhe janë duke i marrë ato vendime. Ne pam nga takimi nga samiti i udhëheqësve të Bashkimit Evropian pikërisht dobësinë strukturore të Bashkimit Evropian që e ka të pamundur të marrë vendime serioze që mund të imponohen në këtë në kushtet ku kemi mbërritur. Situata është kjo. Rusia nuk është duke humbur luftën, përkundrazi është duke fituar luftën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke gjetur një mënyrë për dalë nga lufta, derisa të imponojnë një zgjidhje brenda saj. Bashkimi Evropian nuk ka kapacitete strategjike dhe kapacitete ushtarake për të garantuar objektivat që kërkon të mbërrijë Ukraina. Atëherë çfarë do të ndodhë? Nëse lufta vazhdon, Ukraina do gjendet përballë një situate shumë herë më të rrezikshme se sa situata në të cilën gjendet aktualisht. Prandaj, më shumë duket një artikulim verbal nga ana e Bashkimit Evropian se sa një qëndrim i cili mund të imponohet në tryezën e bisedimit. Ka një plan të Starmerit të paktën dje në Parlamentin Britanik me 4 pika. Pika e parë ka qenë të vazhdojmë të armatosim Ukrainën dhe të vazhdojmë sanksionet ekonomike. Prandaj ta thash, nuk ka asnjë shkputje nga strategjia e vjetër që kishte Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian në këtë luftë. Të 4 pikat vazhdojnë të mbështeten mbi të njëjtën qasje. Pra të shkojmë drejt paqes nëpërmjet forcës. Po se si shkohet, me cilën forcë shkohet drejt paqes, kjo është e paqartë. Për të garantuar paqen. UK, Britania është gati të dërgoj trupa dhe avion. Është pika e 4 e planit. Mbasi të jetë vendosur paqja. Pra mbasi të jetë gjetur një marrëveshje, atëherë ne jemi të gatshëm që të dërgojmë trupa atje. Pra, mentor, të vazhdojmë të armatosim Ukrainën dhe të vazhdojmë sanksionet mbi ekonominë ruse. E para. E dyta, no fake peace, jo paqe fake. Paqen Ukraina në tavolinë. Nuk duhet ketë marrëveshje prapa shpinës tyre. Të ndërtojnë mbrojtjen e Ukrainës në mënyrë që Rusia ta mendoj, po i them në terma të thjeshtë, ta mendoj 2 herë kur ta sulmojë, nëse mendon ta sulmojë, pra ta mbrojtjen e Ukrainës. Dhe e dyta është koalicioni of the willing, koalicioni i vullnetit mirë. Pra pak a shumë Britan. Si e lexon këtë? E para, domethënë mbledhjen e europianëve, alarmin e europianëve, idenë që Europa mundet që të ka qenë dhe Turqia, duhet ta themi këtë. Atëherë do të kemi një gjë para. Kjo është, e kemi dëgjuar të shprehën mbars mali edhe polli 1000 është identike këtu. Pra mbars mali edhe polli 1000. Asgjë tjetër nuk kanë kapacitet. $800 miliard ka von der Leyen. Po planifikojnë se nuk i kanë. Nuk i kanë. Planifikojnë, por nuk i kanë. Nuk i kanë. Qëndroj tek ky takimi. Kjo fjalimi i Starmerit në atë të kujton fjalimin e Tony Blairit në vitin 2003 kur mundoi të mbushte mendjen anglezëve që të shkonin luftë në Irak. Edhe atëherë e njëjta gjë tha, ne do bëjmë një coalition of willing. Nëse mbani mend. Ky është termi, Ky është termi. Edhe në 2003 me këtë term coalition of willing, ka qenë. Në ky term ishte edhe në 2003 kur sulmuan Irakun mbi pretendimin e armëve kimike ato budalliqe, pra ato mashtrimet që vën. Por e njëjta retorik, i njëjti fjalim. Asnjë ndryshim. Do vazhdojmë të mbajmë sanksionet ndaj Irakut dhe do bëjmë koalicionin e të vullnetshme për të sulmuar Irakun. E njëjta gjë këtu, do mbajmë sanksionet ndaj Rusisë dhe do bëjmë një koalicion të vullnetshme për të sulmuar. Por pavarësisht gjithë kësaj deklarate që bën, në fund fare, që është më qesharake dhe them që u mbors mali dhe polli 1000 është sepse në fund fare e mbyllen me një shprehje. Pra, deklarata ishte një faqe gjysmë dhe në fund të kësaj shkruante që me mbështetjen dhe garancinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sa e detyruan Trumpin të dilte në platformën dhe të thoshte unë s'kam parë deklaratë më idiote se kjo, thonë. Pra ti bën një deklaratë lufte ndaj një vendi dhe në fund thua me mbështetje shtrenjtë, ndërkohë që Shteti Bashkuar të Amerikës po e bën publikisht, unë nuk të mbështes më zotëri në këtë. Pra ti tregon Rusisë që unë s'kam asnjë kapacitet pa këtë. Pra kuptoni nivelin diplomatik, nivelin politik,
fëminor të këtyre liderëve, të këtyre se këta janë liderë, këta janë thjesht menaxher politik të perëndimit. Dhe problemi është që këta ndanë edhe perëndimin, pra këta vendosën në këtë mbledhjen në Londrës që Amerika nuk është në perëndim thanë. Pra perëndimi që kanë vetëm këta që mbështesin Zelenski, ata që nuk mbështesin Zelenski thanë nuk janë perëndimi. E kuptoni nivelin e këtyre nivelin, pra këta kjo tregon që niveli inteligjencës së tyre nuk e kalon temperaturën e dhomës në cilën ndodhen, or vëlla. Ktu është problemi më i madh i këtyre. Në fakt çfarë thon ta? Ta thonë që ta vendosim Ukrainën në pozita force në negociata me Rusin. Një. Që ta bëjmë këtë duhet vazhdojmë të mbështesim ushtarakisht Ukrainën. Okej, ky është thelbi i gjithgjës. Çfarë ndryshon nga kjo, nga ajo që ka qenë deri dje? Dhe këtë si mund ta bëjmë? Këtë nuk e bëjmë dot vetëm, po na duan Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës ta kanë bërë kristal të qartë që nuk e bëjnë më këtë gjë. Atëherë çfarë po thua ti? Ti po thua asgjë në fakt. Dhe ky është gjithë problemi i këtyre. Pra nuk kanë një qasje të qartë se çfarë duan të bëjnë. Natyrisht janë duke mbështetur me fjalë dhe natyrisht janë të shqetësuar, kanë frikë nga Rusia e kështu me radhë dhe gjitha këto janë të kuptueshme, por nuk e kanë të qartë dhe nuk kanë mekanizmat për të mbështetur objektivat që artikulojnë me fjalë. Ky është gjithë problemi i Europës, sepse Europa nuk merr dot vendime, një, e dyta nuk ka kapacitetet edhe për t'i zbatuar vendimet që merr. Është më një aktor global në tavolinën e zhvillimeve të mëdha që po ndodhin si e ka potencialin për të qenë, por është qartazi e dukshme që nuk është. Natyrisht Europa është e fragmentuar, ka probleme jashtëzakonisht të mëdha, në të gjitha drejtimet mund t'i diskutojmë. Por Europa aktualisht nuk është aktor relevant në politikën ndërkombëtare. Europa ka potencialin nëse me mençuri te i kalon politikat ideologjike që ka bërë deri tani, hyn në një botë pragmatike, implementon politika të mençura strategjike që përfshin edhe Britaninë e Madhe, edhe Turqinë dhe krijon një thellësi strategjike që imponohet në politikën ndërkombëtare me vendime të përbashkëta dhe të implementueshme. Por nëse Europa vazhdon të ecë me këtë ritme që ka ecur deri tani, atëherë Europa nuk do jetë aktor relevant. Duhet të kemi gjë parasysh. Çdo gjë kjo që tha mentori duhet fillojë nga njohja e realitetit. Problemi i kësaj klasës menaxheriale të eurokratëve është që këta nuk pranojnë të njohin realitetin dhe këta vazhdojnë të jetojnë në atë ëndrrën e tyre që kanë kapacitete dhe Ukraina ka kapacitete me anë të forcës ti kundërvihet Rusisë. Nuk kanë kapacitete pa ndërhyrje në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ndërhyjnë. Pra në momentin që ata ndërhyjnë, ti s'ke kapacitete ta ndryshosh këtë realitet në terren. Pra këtë duhet njohin, pra është ajo dallimi midis real politikës. Dakor. Dhe pra, siç thash fillim, Shtetet Bashkuara të Amerikës po bëjnë real politikë dhe në këtë real politikë Evropa po refuzon të hyjë. Si këtu, pra nuk është se Evropën e ka lënë dikush jashtë. Këta po refuzojnë të hyjnë, po vazhdojnë të mbajnë një njëjtin qëndrim. Pra në momentin që këta e njohin real politikën, e pranojnë që ky është realiteti, atëherë do fillojnë të bëjnë edhe plane. Në momentin që ti nuk e pranon realitetin, atëherë ti nuk bën dot asnjë lloj plani mbi këtë çfarë është realiteti. Po, duhet të themi se i kthehem kësaj tezës që po kërkohet, paktën ka qenë ideja e Macronit në shkurt zgjerimi i ombrellës bërthamore franceze dhe britanike. Atëherë kjo ombrella bërthamore është një nga pikpamja ombrellës bërthamore që ata flasin është komplet një idiotësi e pamundshme dhe është vetëm retorikë politike e Macronit. Ka mbështetur dhe Mersi, ëh? Po le ta mbështesin të gjithë. Atëherë ta them. Franca ka 290 raketa bërthamore. 290 copë. Po. Anglia ka 120 copë raketa bërthamore. Do thuash që janë shumë. Dakor. Jo, të vim te koncepti, të vim te koncepti. Vetëm një do duhet, po të vim te koncepti. Kemi gjë parë. Këto baza e lëshimit të këtyre raketave janë vetëm në ndetëset bërthamore. Pra nuk mund të lëshohen siç i ka Amerika dhe Rusia, i lëshojnë nga toka, nga ajri dhe nga deti. Edhe Kina, i lëshojnë nga toka, nga ajri dhe nga deti. Ndërsa këto të dyja, këto raketa i lëshojnë vetëm nga deti, pra vetëm nga nëndetëset bërthamore dhe Anglia ka 4 nëndetëse bërthamore të tilla për të lëshuar raketa. Franca ka 5 nëndetëse bërthamore, pra 9. Do thuash që i kanë për të lëshuar. Po, kjo është e para. Vinte e dyta. Mbrojtja, pra niveli i mbrojtjes funksionon në aspektin që ti duhet të kesh mbrojtjen strategjike bërthamore, ato që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Evropa nuk ka mbrojtje strategjike bërthamore. As Anglia, as Franca, pra në aspektin që nuk e detektojnë dot në momentin që armiku i Rusia lëshon një armë bërthamore. I vetmi moment që ata mund ta detektojnë është kanë të dyja kanë vetëm nga një fregat. Një fregatë ka Franca, një fregatë ka Anglia që është për mbrojtje bërthamore
por që arrin të detektojë këto raketa vetëm në largësim 350 kilometra. Pra kur ato kanë ardhur 350 kilometra. Dhe kapaciteti i tyre për të sulmuar është vetëm mund të rrëzojnë vetëm 4 raketa bërthamore. I ka 6.000 raketa, 6.000 testata bërthamore Rusia. Imagjinoni? Dhe këta kanë kapacitet të rrëzojnë vetëm 4 një herësh. Pra ti nuk ke kapacitetin e mbrojtjes bërthamore. I vetmja mbrojtja strategjike, pra kjo bën ombrellën që ti duhet të kesh dhe kapaciteti i mbrojtjes bërthamore për Evropën ekziston vetëm nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ndodhet vetëm në Groenland. Në Groenland, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë instaluar, që kur është themeluar NATO, kanë instaluar 2 radar që janë për mbrojtjen bërthamore, për detektimin e hershëm të raketave bërthamore. Në momentin që Rusia e lëshon sapo del nga silosi, sapo del raketa në lartësinë 35 metra mbi tokë, ajo e detekton dhe jep alarmin. Këtë mbrojtje bërthamore, këtë detektim bërthamor që përbën ombrellën bërthamore, që thatë juve, Evropa nuk e ka vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në momentin që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk të njoftojnë për këtë, atëherë më thoni çdo bëj. Por ka detyrim ligjor Shtetet Bashkuara të Amerikës ta njoftojnë. Pse? Ajo është tjetër gjë, por në aspektin që ai talshon këtë dhe tashmë kemi parë që Rusia e ka avancuar në armët bërthamore të saj. Pra, i ka përparuar ato, ka rritur teknologjinë dhe kemi armën e re të fundit që është Oreshnik, e cila mund të përdoret edhe pa mbushje bërthamore, ka 36 koka pa mbushje bërthamore, të cilat mund të shkaktojnë dëm të njëjtë sikur të lëshojë raketën bërthamore. Dhe në këtë moment që ta lëshon, pra në momentin që e lëshon, vim ta që tha mentori, duke pasur detyrimin ligjor, Rusia njofton Amerikën që u polshoj, po nuk është armë bërthamore, është konvencionale. Në këtë moment Amerika nuk ka detyrim ligjor të njoftojë Francën dhe Anglinë, sepse nuk është armë bërthamore. Dhe kjo është armë konvencionale, por në testata, por në raketë bërthamore. Balistike. Sistemi i lëshimit është ballistik, ndërkohë që mbushjet janë konvencionale. Dhe kjo ty të shkatërron totalisht, pra ti s'ke asnjë kapacitet ti përballesh, pra mbrojtje bërthamore nuk ka. Ka një gjë, ka një histori të gjatë kjo ideja e mbrojtjes së përbashkët europiane, deterrenti nuklear i përbashkët europiane, se nuk ka filluar tani. Që kur është bërë komiteti për Çelikun dhe Qymyrin, paralelisht ekzistonin bisedime dhe ishte ideja për ndërtimin e komitetit të mbrojtjes europiane, ku do ishin mbrojtja e përbashkët europiane. Është bërë në 48-ën. Kjo ka filluar nga 50-ta deri në 54-ën. Në 48-ën mbledhja e parë dhe pastaj ka vazhduar. Kishte diskutime, mirë po nuk u mbrit në një përfundim. Pastaj ka patur diskutime për të krijuar mbrojtjen, sepse keni parasysh në vitet 50 e kishin vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, e bëri Bashkimi Sovjetik, pastaj kishte edhe Anglia armët nukleare. Në atë moment Franca, Gjermania dhe Italia hynë në bisedime për të krijuar mbrojtjen e përbashkët nukleare. Në moment që De Gaulle fiton në Francë, Franca donte që të shkpuste varësinë nga Amerika dhe nga vendet e tjera dhe ndoqi rrugën e vet të kërkimit të armëve bërthamore. Keni parasysh edhe për shkak të skepticizmit të madh për Gjermaninë. Dhe për shkak se dështuan të gjitha këto përpjekje, e gjithë mbështetja europiane për mbrojtjen, për deterrencën nukleare, u vendos tek NATO dhe nën leadershipin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe që prej atëherë ne kemi një angazhim ligjor të detyrues të Shtetet Bashkuara të Amerikës për të vendosur Europën nën ombrellën e mbrojtjes nukleare, që përfshin edhe gjitha ato që tha Dritani pak më përpara. Tani kanë filluar ka bisedime serioze për të krijuar një mbrojtje nukleare të përbashkët europiane, por jemi në kushtet kur një vend antar i Bashkimit Evropian, Franca e ka, Anglia që ishte deri dje vend antar, po ashtu ka deterrencë nukleare, por nuk kanë këtë ombrellën strategjike nukleare, sepse është e gjitha në varësi të leadershipit të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nëse do shtrihen bisedimet, natyrisht që ka një kosto shumë të madhe dhe do doj kohë për t'u arritur kjo. Gjasat janë që Europa të hyjë në një trajektore të tillë. Por kosto për të realizuar këtë është me të vërtetë e madhe dhe von der Leyen. Në komunitet vetëm për të shtuar këtë. Po i duhet patjetër edhe mbështetja e Amerikës për ta ndërtuar. Sepse edhe teknologjia, por teknologjinë le të supozojmë që teknologjinë mund të arrijnë që ta avancojnë. Por do duhet konji dhe do duhen shumë para dy. Dhe deri tani nuk kemi asnjë të dhënë që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë vullnetin për të garantuar ombrellën nukleare të Europës. Ka diskutime, por deri tani Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë qëndruar me seriozitet këtij angazhimi dhe nuk ka patur diskutime për të gjë. Dhe kjo duhet. Biles, ajo që ka ndodhur para 2 ditësh, një kompani norvegjeze që furnizon me karburant
në ndecet bërthamore amerikane që patrullojnë detin e veriut për këtë arsye, pra në këtë mbulim, në këtë deterrencë, në këtë mbulim strategjik, ka refuzuar të furnizoj, pra e kuptoni veprimin e këtyre, pra unë vitet mbrojtje ti thua unë s'jap karburant. Kjo është logjika, pra këta se kanë këtë kapacitet, ai ta ofron, pra nuk kemi tërheqje të nëndeceve amerikane, kemi tërheqje të evropianëve në këtë aspekt dhe jo të amerikanëve, për të mbështetur atë që tha mentori. Dritan, po shkojmë në pikën që Europa ka marrë një kurs tjetër dhe kjo duhet thënë, a do ta ndjek SBA pas në këtë histori, se me ç'duket, domethënë këta e kanë ndarë edhe tash von der Leyen që ka planifikuar miliarda dollar për le të them për të ndërtuar ato sistemin umbrellën apo ato defense system, se s'po gjej fjalën, sistemin e mbrojtjes nga Rusia, po shikojmë që çfarë do bëjë Amerika në rast se Europa nuk ndalet nga ajo trajektore. Starmeri e tha, pavarësisht se duhet dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por po shikohet qartë që trajektoria është këtu. Çfarë loje po luhet se nuk a do të shkojë Europa, dhe kjo është pyetja, a do të kthehet Europa në një aktor të rëndësishëm global në këtë histori, në këtë le të themi në këtë moment për Ukrainën, për zhvillimet që po ndodhin në Ukrainë? Ka tre pyetje përgjigjet të cilave mund të na orientojnë debat. 1. A duhet Europa të bëhet një aktor i rëndësishëm? Po, nuk ka diskutim. A e ka potencialin për të bërë? Po, nuk ka diskutim. A do të bëhet? Kjo është shumë e dyshimt. Pse? Në bindjen time, Europa ka demografinë e nevojshme, është Europa e Bashkuar ka diku te 450 milion njerëz. 500 milion. Diku te 500 milion njerëz. Ndim 300 milionëve në SBA, por të mbrojtur nga ka reduktuar pak se janë 350 në SBA. Pra, e ka demografinë, 1, e ka ekonominë, 2, sepse ka një prodhim të brendshëm bruto ekuivalent me atë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se e ka pas shumë më të madh dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës rriten në vijimsi, ndërkohë që këta janë në stagnacion, dhe ky është problem shumë i madh. Dhe ka edhe deri diku kapacitete teknologjike, pavarësisht se ka mbetur mbrapa vendeve të tjera në këtë drejtim. Por nëse Europa te kalon atë që është problemi themelor i saj, vendimarrja, atëherë ka gjasa që të bëhet një aktor i rëndësishëm. Nëse Europa nuk e tejkalon këtë pengesë, Europa thjesht do të mbetet një aktor periferik në politikën ndërkombëtare, nëse e krahasojmë me fuqitë e mëdha, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Kinën, me Rusinë e kështu me radhë, jo me vendet e tjera. A do të arrijë këtë gjë? Kam përshtypjen që Europa është e paqartë se si mund të mbërrihet. Pse? Sepse kjo, çfarë do të kërkonte? Ose do të kërkonte që Europa të ketë një integrim më të thellë dhe kompetencat e vendeve të delegoheshin drejt një qendre vendimmarrëse, siç është Brukseli, çka nuk ka vullnet të brendshëm nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian për ta bërë të, ose do duhet që të decentralizonte vendimarrjen në shumë dimensione me karakter ideologjik tek vendet anëtare dhe të fokusohej në disa vendimarrje të karakterit strategjik shumë të rëndësishme për të ardhmen e Europës, si në fushën e sigurisë ashtu edhe në fushën ekonomike. Nëse do ta bëj këtë, e ka potencialin për të bërë një aktor i rëndësishëm në politikën ndërkombëtare. Por situata duket shumë e vështirë për evropianët. Edhe pse me entuziazëm u takuan atje në Londër, në fakt, gjithë liderët e Europës treguan një lloj entuziazmi, një lloj bashkimi, një lloj domethënë mosbraktisje për Ukrainën. Dritan, si e shikon këtë moment? Dhe çfarë do bëjë Europa dhe SBA-ja? Është një kryesi e një klase menaxheriale eurokratësh, të cilët po jetojnë në ëndra. Sot aktualisht Evropa në momentin që flasim 68% të nevojat të saj për industri ushtarake i merr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 68%. Dhe ajo çfarë von der Leyen ka thënë, këto 800 miliardë është që ti blejnë nga Amerika, pra të vazhdojnë të marrin nga Amerika, jo investimet në krimin e industrisë së tyre ushtarake, sepse një pjesë të vogla, shumë të vogla, jo për gjëra të mëdha. Dhe por mos harrojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur tarifat, dhe tarifat hyn në fuqi 25% për evropianët. Dhe sot evropianët kanë një fuqi ekonomike, po nesër nuk do kenë këtë fuqi ekonomike që kanë sot me tarifat që vendos Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Pra nuk mund ta amrin. Dhe kemi një koncept tjetër që vim te një përplasje shumë interesante, dhe ndaj po them që këta ose janë të marrë dhe janë sepse janë jashtë realiteti, sepse thonë 800 miliardë. Këto 800 miliardë sot Trumpi, pra që nuk ka ardhur në pushtet, edhe para se të vinte në këtë pushtet,